Generala, do të mund të ishte Kosova pjesë, edhe pse nuk pati ftesë për të qenë pjesë e samitit në Ankara. Kush me marr pjesë? President nuk kem ushtrues detyrë, apo në detyrë. Kryeministër nuk kemi. Ministër mbrojtjes në detyrë. Kryeministri jonë vend që të loboj, që të tregon një dëshirë, një vullnet për të qenë atje, unë e posh në për media që ai po qëndron në Greqi. Shkon çdo vit aty, në simpoziumin e filozofëve, po. Po, unë nuk kisha thonë vetëm simpoziumin e filozofëve, po kisha thonë edhe me ato dy familjet e njëra që qeverisin që me dekada Greqin Papandreou dhe Karamanlis. Po, pse me ta, çka e lidh Kosovë me ta? Greqia, unë uroj që ai ka bisedu me ta për me na njoh Greqia, ose të vjen me një njohje prej Greqisë. Habitesh, habitesh kur është shpesh aty. Po, shumë habitem, absolutisht. Unë po tisha ndoshta këta të AKI-s se kanë guximin ta pyesë, sepse është kryeministër, unë e kisha pyesë se çka kërkon dhe më kanë takoshti atje, për çfarë arsye shkon atje. Për ta bërë subjekt hetimi tu. Pa protokoll, kryeministri i Republikës Kosovës nuk e ka të drejtën as presidentja, as kryeparlamentarit të shkojnë dikon pa protokoll. Pa paralajmërim dhe pa raportim para qytetarëve të Republikës Kosovës. Lemo tjetër, po qytetarëve duhet t'ju shpjegoj se për çka unë, shembull, kam qenë komandant, unë e kam raportuar çdo herë kur jam kthyer nga vizitat e mia jashtë, kam raportuar edhe me gojë, po edhe kam bërë një shkrim zyrtar me protokoll se unë isha në X vendin për arsye këtë, me kanë biseduar, çka kemi arritur, çfarë marrëveshje kemi arritur dhe gjitha këto duhet raportojë. Edhe kryeministri i shtetit, ai votat i ka pe këtij popullit, duhet të raportojë se po e shoh që ke pikpyetje. Absolutisht, sepse nga branshi juaj i Suris. Unë nuk dua të spekuloj se me kanë takuar edhe çka a ka bërë deri hap i gabueshëm apo jo. Mirë po, thashë edhe një herë për ripërsëris. Ai do duhet që të raportonte para qytetarëve të Republikës Kosovës për çfarë arsye ka shkuar atje. A ka shkuar pushime? Nëse ka shkuar privat pushime, është në rregull. Por unë kryeministër nuk mund të shkon as privat pa. Po unë so di as në Shqipërinë një president, një kryeministër i Kosovës nuk mund të shkon personalisht pa protokoll. Bajram Begaj, presidenti i Shqipërisë, kaloi tranzit në Kosovë kur ishte në vizitë tek shqiptarët në Lugin Preshevës dhe gjitha është bërë me protokoll. Dëgja, po ta them me paraprak. Po ta them me përgjegjësi të plotë. Secili president, secili kryeministër njofton shtetin po ta them me përgjegjësi të plotë. Si komandant i Forcës së Sigurisë, që kam qenë 2011-2015, kur kam shkuar në Shqipëri në pushime, unë e kam njoftuar homologun tim, edhe i kam thonë, general, ndodhem këtu. Unë do të ndodhem këtu. A ki nevojë për cilje prej kufirit? Jo, por ta dish që unë do të ndodhem këtu në pushime. A ka quaj dikon prej shërbimeve inteligjente ushtarake rreth e rrotull atë me sigurua, apo me shikue nivelin e sigurisë atë, ajo është çështja e tyre. Unë besoj që po. Unë besoj që po, se unë e kisha dërguar, po të ishte ai këtu. Dhe për këtë arsye ne mendoj që vizita private për kryer të shtetit nuk ka askon përveç në familjen e vet. Edhe dhe të familja vet do duhet shkonte nga qyteti në qytet të Shqipërisë dhe brenda qytetit. Edhe një gjë po ta them. Protokoll. Edhe një gjë po ta them që këtu kryeministri po ec me 8 truproja prej qeverisë deri në parlament, që janë 20 metra, 30 metra, se më shumë. Në Greqi, një shtet që se shë arsyen, pse shkon e atje pa asnjë paralajmërim, po shkon pa protokoll dhe pa sigurim shtetëror, kjo është për më shqetësue, sepse është, po në t'i ndodhë diçka, kjo është kryeministri i Republikës Kosovës, kryeministri i shtetit, atëherë ne kemi dështuar si shtet, pavarësisht s'po folim për emër përveçëm, po folim për kryeministrin e Republikës Kosovës.
Në Shqipëri nuk bën pushime nga ajo që së paku kënë shkon në Greqi. Ajo është çështja e tina, pse nuk bën Shqipëri, po unë po them që fola në aspektin e protokolleve shtetërore. Ai nuk i shkuzoft që të shkon pa protokolle, pa përcjellje. Nëse ka shku ka Maqedonia, duhet nga kufini deri në kufi ta ketë përcjelljen shtetërore. Pavarësisht që është të shku pushime, është privat, ajo është kryeministri i vendit.